Përshëndetje, faleminderit që pranuat të shkruani këtë intervistë bashkë me ne. Atëherë, pak fjalë mbi Bashkëpërvalltin. Bashkëpërvallti, i nitur me 27 shkurt 1958 me Manati Lezhë, është një nga piktorët më të njohur shqiptar të artit bashkëkohor. Ai njihet veçanërisht për peizazhet e tij, ku përmes ngjyrave dhe dritës arrin të paraqesë bukurinë dhe atmosferën e natyrës shqiptare. Në mënyrë shumë ndryshme dhe artistike. Përveç pikturës, ai është dhe autor i librit autobiografik Rrugtinim, ku tregon për jetën dhe përvojën e tij artistike. Gjatë karrierës së tij, Bashkëpërvallti ka marrë pjesë në shumë ekspozita brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe është fitues i disa çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke bërë një përfaqësues i rëndësishëm i artit shqiptar. Atëherë, cili ka qenë momenti i parë në jetën tuaj kur e keni ndjerë se arti do të ishte rruga juaj? Fillesa ime është krejt e hershme, e pazakon për një fëmijë fshati në Manati, që në një moment jetës tij, në një moshë 7 vjeçare, përballet me një piktor. Ai piktor kishte ardhur në Lezhë, nga Tirana, që të merrte motive për tablon e tij të ardhshme. Dhe babai më solli në shtëpi që të bënte portretin tim. Unë befasova nga ajo magjia e atij njeriu që një flet bardh me lac, zuri fytyrën time atje. Isha fëmijë dhe nuk e dija as se çfarë është piktori, as se çfarë mund të realizonte ai njeriu, sepse vepra që i realizoi me pak se një orë e gjys, pak ishte shëmbëllimi portretit tim, por ishte një farë mënyre, një lloj injeksioni që ai më bani që edhe unë ta dashuroj këtë lloj profesioni, sepse ditët e nesërme dhe ditët e vazhdim, unë përpiqesha të pikturoja gjyshen time, motrën time. Pra, fillesën e kam këtu edhe unë kësaj dite ja lë, si më thënë, dita e parë, kur mora ngacmimin për të marrë me këtë punë që bëj sot. Por gjatë pjesës së mëvonshme, në vitet e të mëvonshme, kam pasur edhe momente tjera, klasën e 4, klasën e 6, momente që kam pas lidhje me vizatimin, ne do të them pikturë, po me vizatimin, çfarë u bë një atraksion për mua dhe një pasion i madh. E në klasën time në 8 vjeçare ishin 3 vetë që vizatoshim shumë mirë. Unë, një Gjergj Kthella, shoku im që nuk jeton më, dhe Det Marku. Kur kam shkuar në shkollën e mesme për pikturë, në konkurs, edhe ato mund të shkoshin, mund të shkosha unë. Ne ishim të 3 shumë të mirë, por fati deshe që të shkoja, dhe nga një moment pas e ka rrjedh jeta ime me ule ngritit e veta për të qenë që jam sot. Unë nuk përgjatëm shumë të pyetës, se nështë a kemë pyetje shumë, për e përgjishëm gallë si shkurt. Pyetja ime është, a keni pasur dikën në familjen tuaj që kanë ndikuar në kuptimin tuaj artistik? Në shtëpinë time, në familjen time, nuk kam pas një person që kuptonte artet dhe më nxiste që të merresh me art. Por personi që ka qenë fillimisht më i rëndësishëm për mua ka qenë babai im dhe nëna ime, meqenëse nuk kuptoshin se çfarë është ky profesion, se Lezhë nuk kishte piktor. Piktori i parë në Lezhë është Nikolin Ivane, që ka marrë shkollën në vitin 1973. Pra ne këtu po flasim përpara vitit 1973 dhe nuk kishim eksperiencë për këtë punë. Dhe pra nëna dhe baba kanë qenë shtysë e madhe dhe më përkrahashin atë kohë që të merresha me këtë profesion. Më mbrapa është bërë bashkëshortja ime, si më thënë, mbështetësia kryesore për të rrugtuar me këtë rrugtim të gjatë që jam marrë. Përshëndetje, pyetja ime për ju është, cila ishte piktura e parë që keni realizuar dhe çfarë kujton nga ajo përkohës? E bukur pyetja, jo se janë tjerat, por me lidh me një kujtim për Manati. Unë kam jetuar në Manati deri në vitin 1990. Në vitin 1979, kryeja shërbimin ushtarak në kryq Manatit Lezhës. Dhe ishte një ekspozit kombëtare që do të bëhej në Tiranë, në Lezhë dhe pastaj në Tiranë.
Kujtoj që mora leje nga reparti dhe dola poshtë Manatis dukun të katoarat aty poshtë, ku ishte koha që ishte kormisri, ishte nga 2 traktorë që punonin, kishte bakti që kullostin, dhe unë bëna ishte vjesht, bëna të në përnë e parë një tokë që punohej, nga 2 traktorë, njëni që vinte, njëni që shkonde, lope bakti nga mrapa, dhe pastaj ishte një vjesht duke fshati Manatis në malet të Sfond. Këtë pejsazh e ekspozova në Lezhë, këtu ishte konkursat edhe dhe unë mora çmimin e parë në gjinin e pejsazhit, se pikura ndate pejsazh, portret dhe kompozim. Këtë pejsazh e mora çmimin e parë, Lezhë pastaj e dërgoi për ekspozit në Tiranë, sepse bëj ekspozit kombëtare. Ekspozitat kombëtare të asaj kohe ishin me piktor nga gjithë Shqipëria, shkonin kymi punime edhe pranoheshin dyqen. Ky pejsazh i vjesht në Manati u pranu në ekspozitën kombëtare, ishte një gëzim shumë i madh për mua, për një piktor është ngjarje madhore kur merr pjesë në një ekspozitë kombëtare, sepse quhesh pastaj lojtari asaj fushë kur merr pjesë në një ekspozitë. Pra je pranu në ekspozitë, ishte për një artist një ngjarje shumë e madhe. Unë isha i ri, domethënë 20 vjeç atëherë, kur kam marrë pjesë, 21 vjeç, kur kam marrë pjesë. Çfarë ka shërbyer ky peizazh? Ky peizazh ka shërbyer për me kriju vetbesimin mua, që je në rrugën e duhur dhe ti me këtë gjininë e peizazhit ti konkuron edhe në arenën kombëtare. Pra ky peizazh i vjesht Manatia është, si më thënë, fillesa e rëndësishme ime. Si student, unë kam pak ndryshe, unë jam këtë ndryshe nga studentët e tjerë Shqipëri, sepse unë kam bërë shkollën e mesme, kam bërë ushtërinë, jam martu, jam bërë me fëmijë, dhe në moshën 28 vjeçare kam shku student. Pra, po ta fillojmë kështu, në moshën 20, unë kam shku i madhe në moshë dhe megjithatë, vajtja në shkollë ka qenë ngjarje shumë e rëndësishme për mua. Kam shkuar, si më thënë, jo se unë isha fiksuar mas shkollës, sepse kisha quajt shkollën të te kalume. Nuk shkohet në shkollë, po sham menoja unë, i martu me fëmijë, atë kushte që kisha unë, por rasti pati qenë kështu, se është mirë ja u tregu se në njëherë një ngjarje e vogël e ndryshon jetën e njeriu. Në Lezhë vjen një piktor nga Tirana, ishte pedagog në Akademinë e Arteve, Petro Kokushta, i cili nuk jeton mua, por të rrit ky botë shpirti, vjen për një vizitë në Lezhë dhe bën një vizitë të shoku im të Anton Koleka. Ishte kushriti. Në shtëpinë e Antonit e shet 2 peizazhe të mira, të varura në mur. Ngrit ka vende dhe shkon i shep e emrin poshtë dhe i thot Antonit, i thot, nuk po më kujtohet ky person këtë në shkollë. Jo, i thot, ky se ka bërë shkollën, dhe ky është shoku im, thot, është mësues Bizadini. Oh, interesant. Qa moshë është, të regon moshën të mirë. Ik folë me pashkur dhe do të ndihmoj që të shkoj në shkollë. Unë e fakt nuk shkova, nuk zbatoj se të shkoj në konkurs. Ishte pragu i konkursit dhe unë nuk shkova sepse për eksperientë çuja se koha ime ishte te kalu, ishte mbyll problemi i shkollës për mua. Imagjino të një kry familjar që ka dhe 2 fëmijë të shkojnë në shkollë. Mirë po, fati ishte që në një bisedë në familje atë ditë, mas konkursit, pra ishte mbyllë ajo histori, nëna ime ishim 6 fëmijë dhe baba dhe nana, dhe sikur po bënin bilancin e jetës tonë. Thot nana, thot, për këtë djarë, thot, kam marak, që nuk shkojnë shkollë, thot, se mësonte shumë, po i thot kënë fëmijëve tjerë, për ju, thot, dhe ja, jo, dhe ashtë për përpashën, thot, ngjelet marak në shpirt. Edhe unë guxoj dhe i them, mos e thuj 2 herë të është shkova. Dhe jam kthehet mua si ku po merrti një vendim shumë të rëndësishëm. Të qoftë, thot mund. Fol me gruan tënde, thot se dhe po qet dakord e ke lejen prej nesh thot për mua dhe për babën që kisha përbri, me 2 durë, thot, sepse ne sot për nesër e di. Dhe ky ishte momenti i madh që fuj sa aty u vendos të shkoja në shkollë. Dhe në moment fillova të mendoj tash për shkollën,
Unë kisha njohje në Tiranë qarqet artistike, sa që kujtoj që patjarë dhe ti pushtjetën nga Tirana, për me thënë qa probleme shkel biografi, që ti që nuk shko në shkollë. Sa kere nuk lejoshin me biografi, por nuk isha probleme pengesë biografi. Pengesa e vetë i thash ati njeriu të ardhë që merej me profesorë në Shqipëri. Anastas Kondo i thamun që unë jam i martu. Në shtator të du në shkollë, pra u bonë. Ai profesori, nana me familjen time, ky tjetri edhe u vendosi të shkoja në shkollë. Kur kam shku në shkollë, shkollën e kam vlerësu shumë, e kam vlerësu maksimalisht. Saqë edhe mesatarën e notave të 4 viteve kam afërsisht 10. E kam 9.8. 4 viteve të shkollë, sepse kisha shumë vonesë, por mi që dha një shansi madh në jetë që plotësohesha. Nuk do të përkosh më mbrapa, pase mbeti pa shku në shkollë, se nuk ishte i Zoti. Pra, më dha mundësia me bërë shkollën dhe në shkollës unë kam bërë të dalë të pyetja jote, kam bërë një ekspozit në shkollë. Një ekspozit në Galinë e Arteve të shkollës dhe ka qenë një ekspozit që është pritur shumë mirë, sa që kujtoj që një piktori që është sot në më të famshëm në Shqipëri Gasmeglej, kam pas dhe thënë, kjo është në ekspozitat më të mira që është hapur ndonjëherë në galeri. Pastaj ka filluar vazhdim në 90-ën ka marrë shkollën dhe ka vazhduar gjithë rrugtimin deri më sot. Përshëndetje. A qenim mbani me pikturën e parë që keni shitur dhe si një ndjerë në atë moment? Po, e mbani me të pikturën parë që kam shitur. Kur marrë shkollën e mesme, isha një fëmijë, se marrë shkollën e mesme ja isha si ju, sa i sot ju. Por që atëherë kam qenë, nuk kujtoj se kam qenë përse më ambicje. Dhe në 76-ën unë kam marrë shkollën e mesme dhe për faktën e mirë, në 76-ën është bërë ekspozita parë në historinë e Lezhës. Shofu një tabel në qendër qytetit që thoshte nëntor ekspozita arte dhe figurative. Unë përfasova dhe për marrëva shkollën më thënë korrekt e 76-ës, fillova të mendoj për një vepër që të përfaqësohesha në ekspozitë. Ka që një vepër një metër e gjysmë, 1 metër, ne kemi pas në Manati një personazh kosë që kështë marrë merita për porat heshme dhe unë e trajtova në tablo. Dhe kujtoj që këte punë ma morën për muzeun e Manatis. Pra isha 18 vjeç që kjo është piktura parë që kam shitur. Nuk ekziston më ajo se ma morën kur u prishën në muze, u prishë dhe ajo, nuk ekziston më. Dhe si du të dhe në qyrë këto. Atëherë, cili ka qenë kritiku më jashtë ndaj jush dhe çfarë keni mësuar prej tij? Ore, kritiku më jashtë më është për grejnë. Grejnë, sepse merë përgjësin nga një herë dhe në thotë që shiko, të më bëndë një vrejtje. Ik me se s'narve e shikëtëmë. Dhe që da të kuptoj më mbrapa, që të i jap të drejtë. Jo për herë, shpeshir i jap të drejtë. Mirë po këte më ka thënë, edhe Ismail Ulani, një piktor i famshëm në Shkodër dhe i gjithë Shqipërisë, më thoshte që për Zotën thoshte kritika që më bën gruaja, meqense nuk i pranoj ndonjëherë shok që janë më të drejta. Edhe unë po them që kritiku më jashpër ka qenë më jashpër ose nevoja për një konfirmim të bëjnë një vepër të re, e thrasë dhe i them shife një herë dhe ti. Pastaj unë kam dhe djalin që është piktor në Tirana, është piktor shumë i suksesshëm, edhe ai si familje jemi të më thëmë që e kemi shumë. Por ne, piktorët, kemi dhe një rreth të mirë miq piktor, që jemi të organizuar në një grup. Plener i thonë, plener të më thëmë piktor që piktorojnë në natyrë. Dhe ne shpesh japim dhe marrim të rëgëm punë të njëri tjetër. Të një atmosferë të mirë miqësore mes kolegësh. Atëherë, pyetja ime është, cili ishte momenti më sfidues gjatë studimeve tuaja në Akademinë e Arteve? Momenti më sfidues, po ta them, kur shkova në shkollë, shkoja me një marak të madhe. Kisha maraku ishte, nuk ishte maraku se a do të mësoja, as do të mësoja, si do, por mendoja si do të jem unë, duke e vetja i madhe, isha 28 vjeç,
si du t'jem mund thoshte, thosha unë, disa 18 vjeçare, 20 vjeçare që më kishën klasë dhe mënoj që do të kisha një diskordancë, një distancë madhe mes atyre, por nuk ishte kështu sepse në klasën time kisha edhe të tjerë që ishën sepse ati shkohet me konkurs. Në Akademinë e Arteve sot shkohet rahat. Po atëherë ishte jashtë zakonisht të vështirë. Shkonin shumë konkurrentë dhe pranoshin shumë pak. Dhe më thënë pranorët shkonin 400 dhe pranoshin 25. Sot shkojnë 30, pranohen 28. Dhe më thënë, ja kush është distanca. Dhe i para ishte kjo mosha. Tjetra ishte uzura ngusht në një land, ishte rusishtja. Nuk kisha bërë rusishtën në 10 vite më përpara, kisha marru, por kur kishim qenë në shkollë të prishur, Shqipëria i prishur me rusinë dhe ne nuk mësoshim rusishtën, se thoshim s'ka për të hyrë punë. Dhe kur shkova në vitin e parë, mësuesja rusishtës nuk e filloi me si ka qenë rregull prapa mbetur të përparuar, po vetëm të përparuar. Unë i kisha harruar Germa, atu nuk ishte një mjakeznaku, nuk bje kush është mjakeznaku në rusisht. Ajo s'do të dinte, por u zgjodh një mënyrë krejt origjinale, sepse bashorti i kësaj mësueses rusishtës ishte drejtori i shkollës. Ai njihte shumë mirë kur isha unë, sepse në anë tjera isha, pra kam zgjedhur mesatar, edhe këtu kam rusishtën, kam notën më të ulta, kam 8 në ndërtesën e përgjithshme. Ai kishte thënë bashorët e së dhe mësuesës time, mos më merr me pashpërvarje, merru me tjerë, po atë mos më merr, sa atë e njohun, shashtë. Pra kisha rusishtën, kisha moshën, dhe tjetra kisha ambicin për të qenë i pari gjithmonë. Pra nuk kam lënë, unë isha bashort, isha baba, kisha detyrimet e familjes, por atëherë në komunizëm bëjmë si me dita ashtu, jo si sot. Se po tjerë sot, vjen premten mazitën në shtëpi, shkon të harën Tiranë, të bën 3 ditë në shtëpi. U të boja dhe mësimin ditën e shtune, nisësha me të ndia, dhe të tjeren kthesha prapë në Tiranë, se ditën e harë nuk e kapja unë në parë mësimit. Pra, kisha shkuar që të mos kisha asë në lloj privilegji që ja, ky është familjare të bëjmë në një lloj lëshimi, në oraren, kushte shumë. Pra, unë kam qenë kudo, një nxënës student kokullur, si të tjere, çfarë ka qenë për të bëhet ka bërë dhe unë, pas e lloj diferencime dhe shkollën e kam dhënë në rësërë dhe shumë mirë. Cila ishte sfida më e madhe? Cila ishte sfida më e madhe që keni pasur si piktor pas diplomimit? Pas diplomimit erdha në Lezhë. Në Lezhë kisha një vend punë të mirë, isha përgjegjësi i Galerisë Arteve të Pallatit të Kulturës dhe mora një qëllim të madh për ta ndryshuar në institucion. Shkova, kisha studiu në Tiranë, kisha kryer rreth mjekësor, kisha njohje dhe shkova te Galeria Kombëtare dhe mora në ato projektor që sot ne i blejmë vetë, të rrugicët e brevet pa te nuk ishte. Këto i mora te Galeria Kombëtare, mora rrugica, mora projektor, mora domethënë aksesor për ta bërë Galerinë e Lezhës të ndryshote. Galeria e Lezhës është themeluar në vitin 1985 nga grupi i artistëve që kishte Lezhë. Dhe unë mora përsipër ta ndryshoja. Pastaj, mas 2 vitesh, u ndodha në një sfidë. Kush që sfida? Ndërkohë që fillova punën te Galeria e Lezhës, pastaj isha përgjegjësi i kulturës tek Këshilli i Rrethit. Dhe aty u shkri vendi i punës në 93-shin qershor, sepse kaloi tek bashkia. Kryu bashkitë dhe unë ngela pa punë. Kush ishte sfida tani? Sepse ishte kjo që u trema. Për momentin thash si do ta përballoj jetën kështu pa një rrugë, pa një kështu, por ne piktor, pra që në thani shprehje edhe në komunizëm, piktorët thoshin thuaj në komunizëm janë veti privat komunizëm. Pra edhe në kohën e komunizmit piktorët pikturonin dhe me një komision shtetëror piktura aty në shitej. Pra përveç rrogës merrshin edhe në komunizëm merrshin një lloj pagese. Tani mu shkurtove një punë se unë ngela pa punë. Por atë muaj, ma e mend që shita ja 3 piktura, që ishte barabar ma shumë se 3 rroga dhe thashim,
që nga mirë dhe kështu, edhe mund tjetë shitat diçka tjetër dhe prapë përpash dhe nga i moment merrni ndërgjegjësimi për të vendosur. Unë nuk do hyj në punë shteti dhe nuk kam hyrë asnjëherë dhe kam punuar si piktor profesionist me licencë qysh nga viti 1994. Pra, kjo ishte sfida që unë e përballova shumë mirë. Jam mësuar mjes ku kam dashur, kam punu ku kam dashur, kam shku ku kam dashur, se kam marrë lejë kujt, pra kam jetuar si një artist i lirë, dhe rezultati i kësaj është gjithë kjo punë e madhe që unë kam bë, që mbriti deri te hapja e kësaj galerie. Në këtë rast do të them 2-3 fjalë pak të rreshta edhe për kolegët e mi në Lezhë, sepse ne në vitet 76-90 në Lezhë u kriju një bërthame mirë krijuesish. Siç u thash i pari ka qenë Nikolin Ivanaj, ka qenë pastaj Martin Luca, Agostin Shyti, Agim Peraj, Pal Psoma, Kolmiraj, dhe për kalë drejt e Kymer Metalia dhe mbyllet cikli këtyre përpara viteve 90. Pra një bërtham shumë mirë, piktor me kualitet, që kanë shkëlqyer edhe në arenën kombëtare. Nikolin Ivanaj për shembull është piktor që ka marrë pjesë në shumë ekspozita dhe piktor i suksesshëm, gjithashtu edhe Agostin Shyti dhe Martin Luca. Pastaj gjallë. Cila ekspozitë jashtë vendit që kam bërë për shumë në mendje dhe kësaj? Kam bërë disa ekspozita jashtë vendit, por njëra prej tyre jo vetëm se që e suksesshme, por në mënyra se si erdhi, si organizuar, si priven, si u bë. Në vitin 98, mbas trazive të 97-s, në Shëngjin, erdhi një mision paqërrujtës spanjoll. Aty, mbas një muaj po themi, u bëj një lidhje me ta, dhe unë organizova një ekspozitë aty. Tek ekspozita e Shëngjinit, një ushtarak spanjoll, Francisco Cobos Martin, që shkurtimisht e thoshin Paco, që s'ka lidhje me emrin, pa shumë se ja kishte vu, më fton kur kthehet në Spanjë, në bashkinë e qytetit në Ceuta. Ceuta është e ngushtitë e Gibraltarit, është një tokë spanjolle në Marok. Është sa lezha në qytet, dhe atje më ftoi për të bërë një ekspozitë. Kam shku te kam bërë një ekspozitë dhe kam qëndruar atje 45 ditë. Ka qenë një mbres shumë e bukur, sepse ata më pritën nga autoritetet e qytetit, një intervistë një televizion spanjoll, biletu ka qenë një edhe diçka interesante, sepse kur të shkoj atje, ja 6 muaj përpara fillova të mësoj pak spanjisht, kisha përgatitur në një letër një fjalë rasti që të thabaja atje, ma kisha përkthyer një vajzë këtu, që ditë në gjuhën spanjolle dhe me kisha mësuar thuj si përmendesh dhe ma i mend që aty në televizion, thuj se unë fola si kur e dija në gjuhën. Dhe kjo po dhe qëndrimi atje më pati shërbyer shumë dhe gjithë atmosfera edhe nga ky miku që përkrau gjithë kohën atje, ku një atmosferë shumë pozitive. Por kam bërë ekspozitat e tjera, pastaj kam bërë ekspozita në Itali, 3 ekspozita në Itali, kam bërë në Zvicër, kam bërë në Turqi, kam bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Amerikë sot, për shembull, është një galeri në Colorado, në Boulder, Colorado, qyteti i dytë i Colorados. Jam prej 11 vjetësh në një galeri Smith Klein galeri. Ata më vlerësojnë shumë. Bile ai pronari i galerisë më thotë sa të bësh piktura të reja do të na tregosh ne pare që të shohim më përpara. Që të zgjedh ai që të marrë për galerinë atje për t'i trajtuar. Por kjo e Spanjës është ajo që më ka dhënë mësra pasion pozitiv më shumë. Atëherë, cili ka qenë momenti i më i rëndësishëm në karrierën tuaj artistike? Di çfarë? Ti që karrierë, do të thënë rast shumë i rëndësishëm në karrierën time është perurimi i kësaj galerie. Kjo galeri që është shikoni ju sot këtu, kjo nuk ndodhet kur në Shqipëri. Nuk ka si kjo. Në mënyrë absolute nuk ka si kjo. Por unë kur e kam menduar këtë galeri, po ju them një detaj. Leonard Lezi. Po ju them një detaj. Në 90 isha në një
rrugtim në Himar. Desha me Himar. Krokodila nga Himara janë dhe sot shokët të tre shtëpi bykare që bukura. I thema të shokët e mund sa e ndroj ta kemë një shtëpi time nesër që të kemë një galeri për piktura. Dhe këto të dy piktura këtu, kjo të Kuqarko dhe sipër, janë realizu pikërisht në këtë kohë. Dhe unë që atëherë i kam menduar të dy piktura i kemë për galerin time të ardhshme. Këto, kush ka shkelur në studion time mi ka kërku për të vërtet, qushën 90. Unë si kam shqit asnjëherë dhe në kohën kisha shumë nevoja ekonomike, këto mi kam shqit, sepse gjithmonë kam menduar larg. Do t'i e di që të bëj galerin time. Dhe vit mas viti, unë kam mbrojtur piktura për të pasur për këtu. Pra, kur fillon galeria në fillim të hyrja, është viti 84 ku kam filluar të punoj më shumë si profesionalisht, pra 84-86. Këtu pastaj në fillimi këtu deri te pjesa këtej është koha ku unë kam qenë kohën e studimeve dhe gjithë pjesët e tjera janë vit mas viti. Them kjo është e rëndësishme sepse për një piktor, për një krijues të ketë galerinë e tij private është arritja më e madhe që bën në jetën e tij. Fatmirësisht e kam arritur dhe kjo ka dhënë shumë qetësi. Sepse ne njerëz jemi, gjithçka ndodh njeriu, do kisha frikë të bëja humor ndonjëherë, thosha, apo e mbri galerinë, s'po mbri galerinë, tash që kam bërë jam shumë i relaksuar dhe kur tha vajza vetëm kisha punë në Tiranë dhe kisha probleme në ardhes tu, pastaj gjykova. Punja galeria për të misionat, që vinë njerëz ta shohin, as më tepër nga qyteti, që vinë ta shohin, të mësojnë, të relaksojnë kështu, dhe unë tash po do të di se s'bën ta bëjmë të bashkëbizimin me ju se dhe galeria në funksion kësaj. Sa ka ndikuar vendlindja në stilin dhe tematikën e pikturave të tjera? Vendlindja ime me Maratia bashkëbisht ka qenë krenaria ime. Unë nuk e kam fshehur asnjëherë biografitë e mia, në shkrimet e mia, në intervistat që kam dhënë, e kam thënë, kam lind në Marati. Maratia është një fshat që a dini, ka njëri nga Maratia këtu? Pse s'është? Tash mos keni dy në Maratia, mos keni dy në Maratia. S'ka njëri nga Maratia. Edhe Maratia është një fshat që ju dini 3 km nga Lezhë. Është një fshat me humor, me shumë humor. Sa që ka pasën dikush në Tresh, një personazh i njohur, ka pasën më mirë është të shkosh në Mort, në Manati, se darsën në Tresh. Se darsën në Tresh duke dhe darsën më ka nuk sheshin. Kurse në Manati është ndryshe. Duke qenë në Manatia, duke që afër me qytetin, gjithmonë jemi ndjenë si pjesë një shtojtës e qytetit. Nuk na ka bënë komunikimi dhe Maratia pastaj ka qenë edhe si ma kthyer si muza ime, kryesisht vitet e fundit, unë kam filluar ta pikturoj shpesh Maratin. Kam një tablo që është shtëpia ime, në shtëpinë e prezogët, shkolla, pura boks, dhe është atë kam punë ekspozitë dhe atë motiv vitet e fundit e kam ndërtuar shpesh sepse kam shumë nostalgji tash për Maratin. Nisëm shkoj shpesh atje, kam një kopsht që shkoj, por kam nostalgji që më e kam. Pra njeriu nga ato që shkon e merr vendlinjen e tij, e merr në shtëpinë, e merr me vete dhe unë kujtimet e Maratis i kam marrë me vete, i kam kthyr në tablo, i kam pas si motiv inspirimi për herë. Dhe ju a thënë që du ta duni vendlinjen tuaj, ta doni shumë, ta respektoni shumë, sepse asnjë vend tjetër nuk bëhet më i mirë se vendlinja. Unë kam qenë në 2002, kam bërë pikturë të tij shëmbare dhe Detroit. Kam qenë atje dhe në fund më thot ai meshtari Dom Antonio Qilem të pashtot, apo rrin këtu se për 6 muaj të bëj dokumentat. Jo, e thëm Dom Antonio, nuk mundem. Si nuk mundesh? Ishin disa malësore të që isha bëjmë nga të malezit. Thoshë, si do më këthy për e? Nuk mundem i them, sepse unë e kam të lidhur në vendlinjen dhe Shqipërinë në krejt ai time. Unë nuk mund t'i pikturoj male dhe pyjet e fushët e Amerikës me tjetën dashurie si që pikturoj vendlinjen time atë vëllëtit. Pra, sa rëndësishme është për këdo, jo mund të kryus, për këdo,
Ku do që shkosh, më mirë se ndjesh në vendin tanë të ndjesh asë tjetër. Janë prallat e qafronë, i kemi jashtë të shpëtojmë në kërë. Gjithë ditën, jo garantoj, me jetën tim jo garantoj, ata nuk janë më të lumtur se sa që jemi ne këtu. Me Zot u bëjnë. Një pjesë rrinë se nuk kanë si ja bëjnë, se kanë shku, se kanë fëmijët atje, rrinë për fëmijëve. Po nuk e gjithë shka të një. Njëri në bratë parë që jetën e ti. Edhe ju. Boni të Zot këtu, se këj vend ka për të pas shanset më dhaja, sot edhe nesër, sepse këtë vend ne bëjnë. Nuk po i bëjë moral, po i thëmë një të vërtet që e kam pruvu vetë, ku kam qenë në përbot, ku do? Në Amerika, në Kinë, ku do kam qenë? Askon nuk ndje më mirë se sa ndjehem në Shqipëri. Dhe ta shërit 4-5 Tiranë, po më mirë ndjehem në Lezhë, dhe në primë dhe brava vjeri Lezhë dhe i nëndorë, se kështë kam organizu jetën. Pra, kjo është, vendinja është, edhe si spirit, edhe si jetesë për zeshka, dhe dhja shumë rëndësishme. Në fundit ka qenë Dibra, kisha Dibrën që s'kisha qenë dhe kam qenë par vjetë dhe mbylla si tiket, po kam pikturu edhe në vendet fëqinje, kam pikturu edhe në shtetet fëqinje, kam pikturuar të rëndaj. Ruj në studion time sipër, se studion e kam sipër, kam një koleksion me 85 piktura që në bëmë jashtë Shqipërisë, që pres një rast që të bëj një ekspozit madhë në Tiranë. Natyra vetë, janë piktori natyrës. E kështu identifikojnë në Shqipëri. Ati kam shkuar disa vite në basë vitit 2010. Kur u bërë rruga automobilistike për një Lepush, se nuk ishte për para, dhe jam ballafaquar me Lepushën, dhe Lepusha është një vend si logu i zanave, ma të levade, ma të shtri, ma të kodrina, ma të malin, në sfondin e tyre, dhe nga Lepusha nuk janë nda për vite më radhë. Në vitin 2007, Bashkia Korçës bën një koloni me piktor në Korçë. Isha dhe unë, dhe u ma gjepsa nga bukurit e pejsazhit korçar, sidomos në ati të Vithkuqi. Pa më të voglën dyshim, Vithkuqi është vendi më i bukur në Shqipëri në kohën e vjeshtës. Janë disa ka bërë me Vithkuqi, do është e ty, është një tjetër atje. Dhe unë në vjeshtën e Vithkuqit nga vitit 2007, që sot jemi 2026, 19 vjetë, unë kam shkuar 19 herë, me zdatë 25-30 tetor, për është kulmi i vjeshtës, dhe kam piktuar në Vithkuq. Vend i mrekullueshëm. Por kam edhe vende pasaj është Valbona, është Peti, më të fajnë vend, mund të vende, kam Dhermiun. Dhermiun, bile Dhermiun, një segment të Dhermiut e kam zbuluar të në 5-6 vitet të fundit dhe aty kam bërë një numër shumë të madh pejsazhesh. Pa gjithë vende janë vendet e mia të preferuar. Por unë kam thënë një herë një emision, ndoshta një herë dhe më shumë se një herë kam thënë një emision televiziv që unë kam lindur në Lezhë, jam qytetar lezhjan, por qyteti im i artit është Korça. Në Korçë kam realizuar rreth 200 piktura në këtë periudhën 19 vjeçare. Do të punosh këtë punë sepse kjo është puna jote. Unë dhe kur nuk dua të pikturoj, hezitet pikturoj, kur shkoj te kavaleti im, pjesa më e bezdiqshme për mua është të marrë ngjyrat këtu dhe të shtrydh ashtu. Por kur i gjej nga njerë të ditës kaluar me shtrydhat këto dhe filloj vend një peren, pasi kaq është edhe ngelesh brenda. Sepse është një lloj gracké, që ti po fillova bë komunikim me personin që vjet pozoi në studio dhe kjo vajza ishte tashti kishte një lidhje miqësore me një djalë Laxha Skënderbeka në Lion dhe erdhi me shumë dëshirë dhe në pozoi në studio dhe pikturova. Po kam nostalgji, kam mall për atë. Dhe vitet e fundit e kam pikturuar edhe më shpesh. Ajo do të jetë pjesë që është tamam që mallin tim e kam përcjell aty. Kurse tjetër kontakte direkte me natyra. Ka të një piktur që keni bajtur për... E fatmirësisht e kam unë dhe të keni edhe ju. Këtë që të dhjë, kurse sipër në studio, kam prapë edhe një fond tjetër që sere ato mund të ndryshohen, mund të merret një tjetër dhe ose një tjetër dhe të kenë një lloj rotacioni. Dhe të ndërë që ka një natë.
kënaqësi për mua, fillimisht ua them me sinqeritet sepse edhe unë dua që kjo galeri të shihet. Bile mund të vinë në klasat e tjera kur të duan, mund të vinë të bëjnë orë bashkëvizimi kështu siç e bëmë me ju. Unë jam i hapur për të gjithë të vinë të bashkëvizojnë, ta shohin, sepse punja kjo është galeri tash për qytetin. Dhe jam fatmirësisht i lumtur që një për si ju, nxënës gjimnazit, keni interes për të shku për të bërë një takim me një pikor qytetit tuaj. Jori suksese në shkollë dhe shkollin në shkollat të mira, bëni të mirë për Shqipërinë dhe për familjen tuaja. Ky është një projekt që unë si zysha e qytetërsisë po realizoj me 2 klasat e 9 vjeta në lëndën e gjuhës shqipe. E kemi fillu pak skeptik, duke mos e ditë se sa i suksesshëm do të jetë. Po në fakt, kur erdhëm sot këtu përpara dhe një pjesë e nxënësve nuk e dinin se kjo është galeria e artit, e Zotit Bashkëpërvati e kuptova se sa mirë kemi bërë me këtë projektin, sepse realisht jetojmë në një qytet me shumë gjëra. Edhe shumë faleminderit për kohën tuaj, suksese në jetën private, artistike, kudo. Unë jam shumë e sigurt se për këta ose po edhe për mua është sigurisht tash fillim është ditë e veçantë. Faleminderit.